Izraeli dhe Irani kanë përshkallëzuar përplasjet e tyre me sulma ajrore dhe raketa duke shënjestruar njëri tjetrin me forcë masive. Ky përshkallëzim ndodhi pas ofensivës më të madhe ajrore të Izraelit kundër Iranit, një përpjekje për të penguar zhvillimin e një arme bërthamore nga regjimi iranian. Në Izrael, sirenat e sulmeve ajrore shpërthyen në të gjithë vendin, përfshirë Tel Avivin dhe Jeruzalemin. Shumë qytetarë u detyruan të nxitonin në strehimore për të shpëtuar nga valët e raketave iraniane që preknin qytetet izraelite. Në mes të këtyre sulmeve, disa raketa iraniane goditën shtëpi dhe ndërtesa duke shkaktuar vdekjen e 2 personave, ndërsa 10 të tjerë u plagosën rënd. Shërbimi i ambulancës në Izrael njoftoi për shkatërime në qytetin e Rishon Lezion, ku ndërtesat e banimit u shkatëruan pas shpërthimeve të fuqishme. Ministri i mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, reagoi duke akuzuar udhëheqjen iraniane për kalimin e vijës së kuqe, duke shënjestruar civilët dhe duke paralajmëruar se Irani do të paguajë një çmim të lartë për këtë. Më pas, Irani kundërpërgjigjej me sulma ajrore të mëdha duke shënjestruar Tel Avivin dhe rajonin përreth tij, përfshirë disa objekte ushtarake dhe civile. Në përgjigje të ofensivës izraelite, Irani nisi një valë të dytë sulmesh ajrore. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Fars njoftoi se pas një vale sulmesh ajrore, Irani shpërtheu në të gjithë frontet me raketa balistike që shënjestruan Izraelin. Shpërthime të forta u dëgjuan në Teheran dhe agjencia shtetërore IRNA raportoi se 2 raketa goditën në aeroportin Mehrabad në kryeqytetin iranian. Ky aeroport është një zonë strategjike që strehon forcat ajrore të Iranit dhe mund të ketë qenë një objektiv kyç i sulmit. Ndërkohë, Izraeli vazhdoi të shënjestrojë objekte kyçe bërthamore në Iran, duke përfshirë një sulm ndaj uzinës së pasurimit të uraniumit në Natanz, një prej objekteve më të mbrojtura të Iranit. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara, uzina e Natanz u dëmtua rënd dhe kjo ishte një goditje për përpjekjet e Iranit për të zhvilluar armë bërthamore. Zyrtarët izraelit thanë se sulmet synonin komandantët iranian dhe shkencëtarët bërthamor për të frenuar avancimin e programit bërthamor të Teheranit. Si kundërpërgjigje ndaj sulmeve ajrore izraelite, Irani nisi një tjetër turm sulmesh ajrore duke goditur disa qytete izraelite përfshirë Tel Avivin. Dëshmitarët raportuan shpërthime të mëdha deri në Jeruzalem. Raportet e shërbimeve të emergjencës izraelite njoftuan për shumë viktima dhe dëme të konsiderueshme, ndërsa raportet nga Teherani thanë se mbi 320 persona ishin plagosur. Shumica prej tyre civil dhe 78 persona kishin humbur jetën, përfshirë ushtar dhe zyrtar të lartë. Sulmet e ndërsjellta mes 2 palëve kanë ngritur shqetësime të mëdha për një luftë të mundshme të gjerë rajonale për shkak të lidhjeve të ngushta të Iranit me grupet si Hamasi në Gaza dhe Hezbollahu në Liban. Disa analistë kanë paralajmëruar se këto grupe mund të marrin pjesë në luftime si pjesë e një hakmarrje më të gjerë, duke shndërruar këtë konflikt në një luftë të hapur ndërkombëtare. Pavarësisht sulmeve të ashpra dhe tensioneve të ngritur, ka pasur disa përpjekje diplomatike për të deeskaluar situatën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump komentoi se ende ka mundësi për një marrëveshje për të frenuar programin bërthamor të Iranit, duke shtuar se nuk është shumë vonë për një marrëveshje. Sulmet ajrore dhe raketat mes Izraelit dhe Iranit kanë përshkallëzuar tensionet rajonale dhe kanë ngritur frikën për një luftë të mundshme të gjerë, ku mund të përfshihen edhe aktorë të tjerë ndërkombëtar, me goditjet në objektiva bërthamore dhe vrasjen e civilëve dhe ushtarakëve. Ky konflikt mund të ketë pasoja të rënda për sigurinë globale dhe stabilitetin e lindjes së mesme.